kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni pa kontakt, pra nuk keni asnjë lloj kontakti midis njëri tjetrit. Keni një kërcje në këtë lidhje, në këtë histori dashurie. Çfarë do të ndodhë midis jush në ditët në vazhdim? Pra jeni pa kontakt për momentin dhe çfarë do të ndodhë midis jush të dy? Pra fokusohuni në këtë video dhe mendoni personin tuaj të zemrës. Personi juaj i zemrës do të mbylli një kapitull të vjetër në jetën e tij për të filluar një kapitull tjetër në këtë jetë. Të hypi kalit, të lërë mbrapa gjërat e vjetra, mendimet negative, mjerimin, varfërinë, trishtimin dhe të eci përpara për marrëdhënie të reja, për nisi të reja, për punë të re, për gjithçka të re. Është një person shumë intelekt dhe shumë shpejt vjen me këtë kupë të mbushur plot me mendime të gëzueshme, pozitive, drejt jush, për të sjellë këtë kupë të argjend. Ju për momentin nuk keni kontakt, por çfarë do të ndodhë? Ky mbret i kupave do të vi drejt jush me këtë kupë për t'ju shprehur ndjenjat e tij. Ky person është shumë i dashuruar me ju, sepse tek ky person, katra e shkopive, tregon që gjen paqen, gjen qetësinë, gjen lumturinë. Ju të dy bashk shikoni këtë shtëpi që keni përballë, këtë shtëpi të bardhë të paqes, dhe jeni shumë falenderues të universit për këtë qetësi, për këtë paqe, për këtë harmoni. Do bëhet një takim, ky dy shikupave tregon një takim i rëndësishëm që do bëhet midis jush, me këtë mbrojtje nga ky ëngjëll mbrojtës, ju të dy do të takoheni dhe do të gjeni paqe, qetësi, harmonin e munguar prej kohësh. Me kë rezonon kjo histori e bukur juaja, me kë gërm? Me kë gërm të emrit apo të mbiemrit tuaj? Me gërmën V, me gërmën T, gërmën E, N, gërmën D, Z, I, L, K, Y, me gërmën T, M, gërmën A dhe gërmën G. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Luanin, me Demin, me Peshqit, me Beshoren, me Ligjëreshën, me Akrepin dhe me Ujorin. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like, një zemër poshtë videos për të më suportuar që të bëj videos sa më të bukura për të mbushur me energji pozitive.